Javën e ardhshme kryetari i Kuvendit Afrim Gashi do të caktoj seancën për emërimin e ministrave të rinj, pasi propozimi nga qeveria arriti dje pasdite në shtëpinë ligjvënëse. Bekim Sali, i cili do të jetë zëvendës kryeministër i parë, është propozuar edhe për ministër për çështje europiane, ndërsa Muhamet Hoxha propozohet të drejtojë Ministrinë e Mjedisit Jetësor. Në të njëjtën seancë, më herët do të ndodh edhe shkarkimi i ministrit për çështje europiane Orhan Murtezani. Jo zyrtarisht thuhet se ai më pas do të shkojnë në një post ambasadori në Bruksel, por kryeministri Mickoski thotë se për këtë ende nuk është biseduar. Следната недела е таа кога ќе треба да ја закажам седницата за именување и разрешување на министрите во владата. Можев и денеска да ја закажам, но релативно е колку ќе трае седницата за буџетот, која е закажана за 9 декември, затоа не е благодарно денеска да ја закажам, но она што можам да кажам е дека таа ќе биде закажана во некој ден од 15 до 18 декември. Në lidhje me rigrupimet mes deputetëve të Frontit Europian, në të cilin deklarata e fundit e Ilir Demirit nga Aleanca për Shqiptarët se do të veprojnë në mënyrë të pavarur, u interpretua si një afrim me pushtetin ndaj shumicës së nevojshme të Badenderit. Megjithatë, Gashi mohon se kjo nuk lidhet shumë me votimin e dyfisht në kuvend dhe se kjo varet ekskluzivisht nëse më parë do të mund të arrihet një marrëveshje për çështje të caktuara. Не знаеме како сето тоа ќе се одрази на Бадентеровото мнозинство, но јас знам дека за оваа 1,5 година сме имале случаи на усвојување на закони со голем и со мал Бадентер, така што ќе видиме како ќе биде. Пратениците на Алијанса за албанците доставија до мене известување дека ќе действуваат надвор од Европскиот фронт, додека Илир Демири наведе дека тој е од Алијанса за албанците, но дека ќе делува независно. Pushteti ka 14 deputet, jo shumicë, dhe për shumicën e Badenderit janë ende të nevojshëm 6 deputet, por nëse mund të llogaritë Thaçi, Bejxhan Ilyas, Salim Murad dhe Ilir Demiri, do të jenë të nevojshëm edhe 2 deputet të tjerë për numrin e kërkuar nga 20 deputet. Kryeministri Hristijan Mickoski thotë se nuk pret që deputetët përmes Badenterit të bllokojnë ligjet reformuese. Тоа често пати го поврзуваат со така наречените реформски закони. Јас не очекувам ниту еден пратеник во парламентот кога ќе дојде таков реформски закон на дневен ред, кој што се разбира поздравен од самата канцеларија на Европската унија во земјата, да гласа против или воопшто да не гласа. Така што јас не би ги поврзувал Бадентеровото мнозинство со условно кажано реформската агенда. Ligjet që duhet të miratohen me Badenter janë ato të reformave në drejtësi, kodi i ri penal, kodi zgjedhor që ende presin ndryshimet e ligjit për veçeverisjen lokale, pikërisht për shkak të mungesës së shumicës së dyfisht, si ligji i ri për riorganizimin e administratës shtetërore.